Kurta e ndryshoj atë qasjen e muzikës folklorike në atë kohë. Ne dim se kem pas atë Radio Prishtinën, ka qenë programi i dytë i Radio Prishtinës ku edhe pse ishte shqip, shumica këngëve emitoheshin serbisht. Do thotë ka qenë një frym tjetër e dëgjuesve. Afërdita Mushtishtit me ato programe, me ato emisione e theuat. Vitet 80-ta kemi pas koncertet e përbashkëta, ku shoqëria kulturartistike Afërdita me thirrri mysafir i koncerteve të saj nëpër Kosovë. Dhe kemi dhënë koncertën e përhallat të sporteve në të gjitha në anën banë Kosovës, dhe ishin të vogla hallat e sporteve Partizan rriti që ta zbërthej atë shpirtin e popullit, ta zbërthej në këngë. Edhe kur arrin këngëtari ta zbërthej në këngë atë shpirtin e popullit dhe ta transmetoj te populli, atëherë ajo bëhet këngë të gjithëve. Atëhershme nëpër Kosovë shkurta ka qenë e pamundur të largohej nga skena pa i këndu disa këngë. Shumë herë e ktheshin publiku. Kur ka qenë presioni shpirtënor, vujtjet, robëria, kur kanë qenë, kanë dalë këngë të më të mira edhe këngë që kanë betë në shpirtin e popullit.